يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet në vazhdim surës Al Imran, e femen ittaba ridwan Allahi kemen ba'a bi sekhati min Allah. A janë njëjtë barabartë ata të cilët shkojnë sipas asaj që është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala, me ata të cilët shkojnë sipas asaj me të cilët janë të kënaqur njerëzit. Wa ma'wahu jahannam. Ata të cilët shkojnë sipas asaj që dëshirojnë njerëzit, venin e kanë xhehenem. Wa bi'sal masir. Është shumë vend i keq ai që shkojnë në xhehenem, ose kjo rrugë që e ndjekin për me kënaqë dëshirat e njerëzve është rrugë që i kanë në vendin e humbur. Hum darajatun inda Allah. Ata që ecën sipas kënaqësisë së Allahu subhanahu wa taala kanë shkallë drejtë të lartë atë Allahu subhanahu wa taala wallahu basirun bima ya'malun. Allahu subhanahu wa taala e din shumë mirë atë çka punonin. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar muslimanat kur nga mesi i tyre ju ka dhënë pejgamber yatlu alehim ayati, i cili u lexon argumentet e Allahut njerëzve, u yuzakihim, edhe i pastron ata, u yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, wa amsan Kur'anin dhe sunnetin, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, nga se njerëzit para se me quhe Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamber, ishin në një humbje të qartë. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve e femen ittaba ridwan Allahi kemen ba'a bi sekhati min Allah nuk janë të njëjtë. Ata të cilët me punët e tyre dëshirojnë me fitu kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala, me ata të cilët me punët e tyre dëshirojnë me fitu kënaqësitë e njerëzve. Një pjesë tjetër e komentatorëve thonë ky ajet fol për cilësitë e njerëzve që i ka përmendur Allahu në ajetin më herët, që përmenëm tham, wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Kush mashtron vjen në ditën e Kiametit, mashtrimin ka me bëjt në qafë. Tash mashtrimi është në çështjet e dunjos edhe në çështjet e fesë. Në çështjet e dunjos është më i lehtë se sa në çështjet e fesë, me mashtru njerëzit në tregti, me mashtru njerëzit në gjona që është interesi i kësaj dunjoje, është më i lehtë, edhe pse është e rënë, por është më i lehtë se me mashtru në fe, me rrejt në fe, me thonë kështu duhet me quhen zjarm. E femen ittaba ridwan Allah. Më i mirë është ai i cili hec edhe në tregti, edhe në fe, që ashtu qysh don Allahu subhanahu wa taala. Por gjithmonë ata që edhe në çështjet e dunjos, edhe në çështjet e fesë, ecën sipas ligjeve që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, kanë me pas shumë më vështirë se sa këta tjerë, se këta tjerë të fitojnë. Një besimtare që të një malë në pazar edhe kallëzon krejt detajet që i ka të metat. A i rëndësja që njëtën e ka, veç se si t'ja njësë me bobi reshëm, kjo është i mirë, kjo nuk e ka as këto, kjo është jetë shumë ma lesë sa kjo. Edhe në çështjet e tregtisë, ata cilët mirën me dëllavere, dëvërtojnë ma letë se sa kjo. Edhe në çështjet e fesë, ata cilët i përmban, ka thënë Allah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë shumë vështirësi, këta tjerë e kthejnë në fen qysh tjenë ma letë.
Afaman ittaba ridwan Allahi kaman ba'a bi sakhatin min Allah. Mos ka menuar dikush me i barazua ata të cilët kanë ecë sipas asaj që ka thënë Allah, me ata të cilët ja kanë përshtat interesave, fitimeve të veta dhe kanë punu sipas edhe e keni nije gjithse cili për juve e përhapur në popull ç'është t'jenë veni bëhat ku veni. Ç'është të më thonë kjo? Ç'është lypet që ashtu thuj, po nuk është kështu. Që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në çështjet e dunjos, edhe në çështjet e fesë. Dhe Allah subhanahu wa taala na ruajt me i barazuar, me thonë se janë të njëjtë, sigur këta që i bëjnë dallavera, sigur ata të cilët e mojnë fen drejt. Sigur se Allah na ruajt me i barazuar ata të cilët janë të sinqertë në punët e tyre të dunjos, me ata të cilët janë mashtrues. Për shkak se edhe në këtë dunjo ka mundësi me bë mashtrime shumë, por gjithmonë mashtrimi i fesë është më i rëndë. Hum darajatun 'inda Allah. Wa ma'wahu jahannam. Kushdo që ec sipas interesave veni që ka heci atina ka me qenë në xhehenem. Kushdo që nuk heci sipas asaj që ka thënë Allah, qoftë për çështjet e dunjos, qoftë për çështjet e fesë, rruga që të zgjedh kjo ka me qenë në xhehenem. Se kjo të bën ndryshe me atë që është Allah i kënaqur. Allah subhanahu wa taala është i kënaqur që ne me qenë të drejtë, të sinqertë në çështjet e dunjos, edhe në çështjet e fesë me qenë të nështruar vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kush e bën ndryshe, o ma'wahu jahannam, dhe e kret drejt xhehenem ka më shku. O bi'sal masir, se rruga e keqe është çka që e çon në xhehenem. Është një koment i dietarëve. Komenti i dytë, përfundimi që kanë me shku këta në xhehenem është shumë në keq. Hum darajatun 'inda Allah. Ata të cilët munduan që çështjet me i quë, që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë pozitat nalta të Allah. Por edhe këta kanë ndryshim të Allah, nuk janë të barabartë të Allah. Nuk janë të njëjtë të Allah subhanahu wa taala qafirat me muslimanët. As gënjeshtarët me ata cilët janë sinqertë. As ata cilët kanë ndëru me ata cilët kanë shufme. As ata cilët mashtrojnë me ata cilët tregojnë drejt, nuk janë barabartë. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, më i miri për juve thot Allahu subhanahu wa taala, te Allah është ai që është më i devotshëm. Nuk jena këtë bitë Ademit, të shka ka pse jena bitë Ademit, i kafir, s'bën punë pse jena bitë Ademit hiç. Te Allah subhanahu wa taala njerëzit nuk janë të njëjtë. Dhe vlerësohen sipas udhës, veprimeve, imanit të bindjeve që i kanë. La yastawi al-qa'idun. Allah subhanahu wa taala ajetat nuk janë të njëjtë sikur ata që kanë nejt me ata të cilët kanë luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë njëjtë. Sahabët janë të dy parë, po janë njëjtë, se këta janë më të mirë. Nuk janë të njëjtë ata sahabët të cilët e kanë pranuar Islamin pasi që u shtiru Mekka, me sahabët të cilët e kanë pranuar Islamin pasi që u shtiru Mekka, janë të njëjtë, janë barabartë. Nuk janë të njëjtë ata të cilët kanë marrë pjesë në Bedër me ata të tjerë, këta janë më të lartë. Edhe ata të cilët e kanë besuar dhe kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej ditës parë janë më të vlefshëm. Edhe pse janë sahabe, po këta janë më të mirë. Pse janë më të mirë? Se kanë punu më shumë. Në kohën e khilafetit të Omar ibn al-Khattabit, një herë prej herave në kanë ullë Omeri radiallahu anhu, Bilali radiallahu anhu, edhe Habbabi e sahabët e tjerë. Omar ibn al-Khattabi ka thonë më meritori për më konë khalife është Bilali. Omeri radiallahu anhu khalife, Bilali aty, dhe sahabët tjerë aty.
Omer ibn Khattabi thot ma meritori për më kon khalife mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më kon Bilali. Pse u kon Bilali? Për shkak thot se ka qëndruar më shumti. E dikush ja ka përmend Omer ibn Khattabit, po Abu Bekri që u kon khalife, Omer ibn Khattabi thot Allah pas shpërblyej Abu Bekrin, ai ka liruar këta tash. Se Bilali kon rob, tash Abu Bekrit s'ja ka lënë kërkush. Dhe Omer ibn Khattabi nuk ka dash me qit Bilalin ma përpara Abu Bekrit. Po më kallëzua çka do të thonë vlera e atyre të cilët qëndrojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Bilali një njeri që se ka njoft kërkush, edhe në Medinë, në Mekë u kon rob, edhe u koni nënçmuar. Omer ibn Khattabi thot për shkak që saj që ka qëndruar është më meritori për, domethënë për pjesën e durimit që ndryshmërisë është më meritori. Kurse Habbabi radhiyallahu anhu i thot Omer ibn Khattabit e çon teshën e vet, thot betoj me Allahun se mu më kanë dënuar me zjarr. E kanë shtimë mushrikt, hekurin e kanë nxe, edhe me hekurin e nxet më kanë në shpinë. Dhe thot Habbabi, betoj me Allahun se veç njerëz e trupit e ftofshin atë nxehtësinë e hekurit. Thonë, këto me bën njëjtë barabar me ato që ka pranuar Islamin kur është shtryu Mekka. S'janë barabar. Në këtë drejtim Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu kur u bë khalife, zakatin edhe ndihmat ndaj muslimanëve nuk i ka dhënë njëjtë. Atyre të cilët kanë qëndruar në Islam më përpara i ka dhënë më shumë. Atyre të cilët kanë i kanë më përmas, pret në njerëz. Mirë, tamam. Ama këthen, hum darajatun inda Allah, tash nuk mundesh, nuk duhet kërkosh me i barazue mashtruesit e tregtisë e zanateve tjera me ata cilët janë sinqert. Edhe me i barazue mashtruesit e fesë me ata cilët janë sinqert. Nëse i përzini, ose nëse i përzim, ata na bëjmë zullum. Është e padrejtë. Edhe nëse i favorizojmë punët e tona dynjos, kena me punu të shpia diçka, janë dy mjeshtët njëjtës drejtim, njëri është i sinqert, edhe njëri është dallavërgji, po mos e merr këta Allah. Duhet me bë dallimin. Kur të shkosh me ble diçka, nëse kanë dy njerëz, njëri është besimtar, tjetri është mashtrues, mos e merr te ky. Merr te ky tjetri. Edhe çështën e fesë. Mos e merrni për atina që është mashtrues i fesë, për shkak se mashtruesit e fesë janë më të vlerësuar se sa mashtruesit e dynjos, se me të mashtruar në dynjos funi funit ta merr diçka për dynjos, ama mashtruar në fe që në xhehenem. E kur që në xhehenem pastaj nuk i arsye as ti as ai, për shkak se ai s'ka arsye që të ka devijuar ti s'ka arsye pse e ke ngu, për shkak se ka pas mundësi me hulumtu edhe më konë më preciz në atë që besojmë dhe veprojmë që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse funi më mirë është hiç mos me bën kurrë se sa me besu e gabim. Më mirë është hiç mos me bë ibadetin se sa me bë gabim. Hiç mos e bë. Për veprat me të cilat del pi fesë, nëse nuk e bën është veç namazi. S'ka tjetër. Nëse nuk e bën, nuk del pi fesë me asnjë vepër, përveç nëse nuk e bën namazin. Tjerat, mos e nga Allah kërkon, dil aty jashtë, rrë të shpia, rrë, s'mu du që s'du, s'mu du dobija, s'mu du kur gjajt, që ka që po falë të shpia, e me përri, mos e nga kërkon, se ku të hish në xhehenem tana, asajt nuk një mon, as të arsyetosh, as kur gjajt. I mashtrojnë, të shtin pesh pjesë tone, me shku me bo kufër 2 kilometra largë, po rrë, pse po livrit? Me shku me shpenzime të kjere tane, me shku me ditën tane këtë, për shka? Ajë normal se mashtran një është ashtu, nëse pak nëse ka një
pa qartësi leje mos e bëj, nuk jetë në xhenem, nuk del për feje kur për asnjë veprim që se ke bë përveç për namaz. Del për feje me veprimet që i ke bë. Po për që si ke bë, veç namaz. Mos më ka, nëse si fal, shkon në xhenem. Tjerat për gjithmonë, tjerat shkon në xhenem hiç kur për gjithmonë hiç. Edhe çka zgjidhja është rri. Rri. Hum darajatun inda Allah, ata të cilët më drejt kanë shkollë shpërblimit e Allah subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ya'malun, Allah subhanahu wa taala din shumë mirë atë që veprojnë. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Prej begative më të mëdha që Allahu ja ka thënë besimtarëve është që ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët në këtë rast kur ka zbritur që kjo ajet kanë qenë vetëm sahabët, besimtarë tjerë s'ka pas. Dhe mas shumti që i ka begatuar Allahu për krejt ummetit me dërgimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët. Të cilët e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sy, kanë pas që aty prezant. Edhe kanë dëgjuar direkt prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për çfarë do nevojë që kanë pasur, veç kanë shkuar dërguari i Allahut çka më bën edhe ç'është më begati e madhe se kjo nuk ka. Me pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam aty që kanë pas sahabët, por edhe neve të gjithëve na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala deri në ditën e Kiametit që në durët e tona kemi atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të saktuar. Prej djetarët cilët e kanë krye punën e ranë, edhe për neve është tash kitë e letë veç me qelë Sahih Imam Bukhariut me lexuar ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, me qelë Sahih Imam Muslimit me lexuar ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha i kena të gatshme edhe për këto falënderimi tek Allahu subhanahu wa taala. Begati ndaj njerëzve prej Allahu subhanahu wa taala që e ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se begati për shkak se i ka thua me nxjerr prej errësirës në dritë. Në hadithin e njohur që e dini pejgamberi sa më ka thënë Omar ibn Khattabit, nuk ka besuar kërkush juve derisa të më doni mua më shumë se veten e tij edhe familjen e tij edhe pasurinë e tij gjithçka që ka. Omeri radhiyallahu anhu ka thënë ty du më shumë se gjithë përveç vetes teme, pejgamberi sa më thonë ja, nuk është në rregull. Më njëherë mas pak Omeri ka thënë ty du më shumë se veten. Ibn Omeri thotë Omar ibn Khattabi ka menuar pak edhe ka kujtuar që po mos më paskon që kjo burru në xhenem kisha shkuar. Dhe kjo po sebeb tash shish mos më dashur në këtë më shumë se sa. Vetën edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ty du më shumë se sa vetën dhe kjo ka qenë e saktë. Tash Allah subhanahu wa taala na ka begatuar që na ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se na ka shpjeguar rrugën e drejtë, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, edhe ka thënë Allah pejgamberin prej njerëzve, sigurisht që jena edhe na njerëz, se ndoshta Allah ka shumë krijesë tjetër, por Allah ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njeriu sigurisht që jena na që gjitha dispozitat që i kryejnë ai më kanë të vlefshme edhe për neve mos më thon hallki ata dugon njëri thon po ajo kon pejgamber se më paskon me lashë tani këtë kishën thon po ai ka muçë ai kon çetër krijesë ka xheruar ku fole sigurisht që jena na u kon edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në anën njerëzore. Veç dallimi që u kon pejgamber, që ka folë Allah subhanahu wa taala, tjerat krejt i ka pas sikur na. Krejt që ka pas obligim ai e kemi obligim edhe na përveç përjashtimit që në disa raste u koni ngarku më shumë se sa na, sikur është obligimi me namaz natë, kurse na ato nuk e kemi obligim për sunet. Yetlu alehim ayati, Allah ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më na shpjegua librën e Allahut, Kur'anin. O i zekihim, edhe më na pastrua, pastrimi kemi përmen, është pastrimi i shpirtit nga kufri i madh, shirku i madh dhe nifaku i madh, pastaj problemet e tjera, pastrimi pasunis me dhon zakatin edhe pastrimi fizik që i kena rregullat që shmu pastrua, kush na ka mësuar? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O yuallimuhum alkitab, më na mësua Kur'anin wal hikma, më na mësua urtësinë. Urtësia është hadithi. O in kanu min qablu lafi dalalin mubin, për shkak se para se më ardh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit, sahabët në këtë rast kanë qenë në humbje, s'kanë qenë në rrugë drejt.
edhe në mos më kon sebeb që Allahu subhanahu wa taala ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kishme qenë në pa udhëzum, pa ditë me gjetë argumentet. Për të falëndrimit të kanë Allahut që ka dërguar te na Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.